Morina, me që doje të bëj Hitlerin ti, po turbi madh, përdorimi i këtyre lloj emrave. Megjithatë nuk ka problem se cili mban përgjegjësi për veten e vet për ato që thotë, ndërkohë me VPN përdore po bëj shumë kujdes, sepse kur përdoret me VPN është i hapur për marrjen në kohë reale të dënave. Kjo dihet botërisht. Është njësoj si ta përdorësh duke e ndarë me tjerët passwordin, duke ndarë me tjerët gjithë dënat, edhe nëse nuk ke ndonjë problem me këtë punë, përdore. Dakord? Por çështja këtu nuk është çështje e Hitlerit, se përmend emra që as nuk di fare se çfarë peshe kanë. Çështja këtu është çështja që TikToku në këtë gjendje që është dhe kështu siç shërbehet në Shqipëri, është shumë i rrezikshëm. Shumë i rrezikshëm. Kjo është çështja. I rrezikshëm dhe faktikisht edhe mënyra se si ti shkruan është në influencën e tij të rrezikshme. Mëngjesi, kryeministër Edi Sokoli, kur do bëhet Shqipëria të kthehet punoj në Shqipëri, faleminderit, mund kthehesh punosh në Shqipëri që tani nuk e di ku je dhe ku punon, dhe me çfarë merresh, por në Shqipëri mund kthehesh dhe punosh që tani. Dhe ti je i sigurt që llogaria në fund, nëse do punosh natyrisht, dhe me siguri duke qenë në migracion, ke aftësi, ke eksperiencë, ke dhunti që i ke bërë aftësi të posaçme për punë në atë punë ku je profilizuar, po punove, këtu ka kërkesë të madhe për njerëz të kualifikuar, kështu që hajde dhe do të dani më mirë në fund muajit, sipas meje. Alternativa jote 12 vite kryeministër, cila është më votoni mua se ka 10 sala, por e di ti që i ke institucionet shtetit që të koka me mendu me shku me zgjidh, i ke drejt mbushur me ignorant të nivelit somalian, të thuash i fyen somalianët, në fakt nuk fyen somalianët fare, ti ledio fyen vetëm tënde me këtë lloj gjuhe, se nëse do ishte kështu, të paktën minimalisht ne nuk do ishim fare gjëkundi në kryes me Bashkimin Evropian për të hyrë në Bashkimin Evropian. Dhe që ta dish ti, Bashkimi Evropian ka jo 1, jo 2, jo 3, jo 4, po 10 persona që merren pikërisht me këto tema, dhe një nga temat është monitorimi i administratës, i funksionimit të administratës. Që do të thotë se po tjetë se do kishte diçka të vërtet nga kjo që thua, ne nuk do ishim sot vendi me kalendarin e miratuar bashkërisht në Komisionin Evropian për të mbyllur negociatat brenda 2027 dhe për të bërë antar të Bashkimit Evropian. Dhe nëse shikon raportet e bëra nga ekspertët e Bashkimit Evropian për funksionimin e administratës, do shikosh që Shqipëria është në vendin e parë në rajon klasifikim. Në rajon. Tani, ti thua shkon në institucionet e shtetit të zë koka me mendu, po pse do të shkosh në institucionet e shtetit për shkakun? Ti ke platformën i Albania, të gjitha shërbimet, 95% përveç atyre shërbimeve të pasaportës kur duhet lësh gjurmët e gishtave apo kur duhet martohesh etj, po një grup i vogël shërbimesh janë ende pa akses të plot në Albania. Pse duhet shkosh ti në institucionet e shtetit? Çfarë do të zgjidhësh ti në institucionet e shtetit që nuk ta zgjidh platforma e Albania për shkak? Pyetje. Dhe alternativa ime cila është? Alternativa ime është më e qartë se kur, më e kthjellët se kur, më e dukshme se kur. Shqipëria në Bashkimin Evropian. Keni një gjë kundër kësaj? Dhe gjithë kjo rrugë ka qenë një rrugë e mundimshme patjetër, por për ta sjellë punën këtu, jemi një hap larg. Një hap, është konkrete, është reale, është aktuale. Prandaj lëri këto
pralla me mbret, edhe fokusohu tek Shqipëria në Bashkimin Evropian. Shqipëria në Bashkimin Evropian është e gjitha. Në rast dhe kur ne të futemi në Bashkimin Evropian, ne do të kemi shumë gjëra plus nga ato që kemi sot. Në nivelin personal, ti do kesh një pasaport europiane, një pasaport e cila ty do të bëj qytetar europian të barabartë me të gjithë qytetarët e Bashkimit Evropian në çdo drejtim, që nga liria jo vetëm për të lëvizur, po për të hyrë në çdo vend Bashkimin Evropian pa të nxjerrë të ajo radhë tjetër që të ndinë çik këtej dhe pa kaluar te polici që të bën intervista ku je, kush je, nga vjen, ku shkon, sa do rish etj. Tek të gjitha të drejtat e tjera, duke filluar nga e drejta e qëndrimit aty për çfarë do qoftë që ty t'intereson, e kthimit lirisht këtu, e mobilitetit tënd edhe si një forcë pune. Tani, kjo është personale. Kolektivja është shumë evidente. Nëse Shqipëria hyn në Bashkimin Evropian, dhe në moment që hyn në Bashkimin Evropian, ne kemi një buxhet ekstra. Dhe në atë buxhet ekstra mund të bëjmë shumë gjëra të tjera. Përveç faktit që në momentin që hyn në Bashkimin Evropian, ne kemi të garantuar një mirë faktin që askush më nuk e kërcënon barazinë para ligjit dhe nuk kërcënon kthimin përmbys të gjithë kësaj përpjekje të madhe që kemi bërë për reformën e drejtësisë. Tani, çfarë do të them? Do të them që çfarë dil nga ai territor ku je ngujuar dhe shikoje realitetin pak më ndryshe se sa që shikon. Okej? Edhe unë nuk them votoni mua se ka rrjedh bufi i knedës, se që është në rrjedhje, kjo duket qartë, po kjo është çështje e moshës, kjo është çështje e atyre që vazhdojnë e lënë rrugëve të bëhet meme për ditë, por unë them votoni për mua sepse vetëm unë dhe Partia Socialiste e bëjmë këtë hap të fundit për të kyçur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Nuk e bën dot askush tjetër. Kjo është shumë e qartë dhe i ka të gjitha argumentet. Nuk e bën dot askush tjetër. Cili do tjetër, minimalisht do të shkaktonte një shtyrje dhe një vonesë që pastaj mund sillte mbylljen e asaj dere. Ajo derë është hapur, jo thjesht për arsyeën tonë, por edhe për arsyeën e tyre. Por në historinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian, ajo derë shtu ka shkuar, është hapur dhe pastaj është mbyllur. Është rihapur dhe është rimbyllur. Tani është hapur, do ta lëmë të mbyllet me këto broçkulla? Unë mendoj jo. Unë mendoj do të fokusohemi përtej të gjitha atyre që mund të kemi në raport me njërin e në raport me tjetrin. Përtej të gjithave. Nuk mund më thuash ti mua që administrata shqiptare është somaleze. S'mund më thuash dot këtë. Dhe nuk mund më thuash dot për arsyeën e thjeshtë se sot ta thash 95% e shërbimeve ti i merr nga xhepi, i merr nga telefoni që janë xhep, më saktë se nga xhepi se nuk paguan asgjë. Dhe 620 milion euro janë kursyer shqiptarëve nga pikërisht kalimi në shërbimet online. Ky është auditi ndërkombëtar që ne kemi bërë platformës. 620 milion euro janë kursyer shqiptarë. 33 milion euro janë kursyer vetëm atyre që kanë marrë shërbime nga jashtë vendit. Deri dje duhet vinin këtu për të marrë ato shërbime, për çdo dhe për certifikat duhet vinin këtu. Sot i marrin nga andej, nga Australia, shërbimet në platformë. Ka probleme, patjetër që ka probleme. Nuk diskutohet, por ama ku me çishte dhe një hap larg Bashkimit Evropian. Një hap, vetëm një hap. Kuptove? Si nuk del një politikan dhe të thotë do rrisim pensionet 300 euro në muaj, po vetëm propagandë. Akoma nuk kemi ujë 24 orë, vetëm 2 orë ujë në ditë dhe ai pa presion. Nuk e di
ku banon mund të gjendesh mbase në një zonë ku ka vetëm 2 orë ujndi dhe ai pa presion, sepse ka ende zona të tilla, por po të informoj që kur ne morëm detyrën, kishte vetëm 4 zona urbane në Shqipëri me 24 orë ujë. Sot ka 43 zona urbane dhe 98 zona rurale. Dhe në ndërkohë janë 11 kantiere të hapura aktualisht që flasim. Dhe kur flas për këto zonat, flas për zona me 24 orë ujë. Dhe në ndërkohë i gjithë projekti përmbyllet në mandatin e 4-t, ku ka financimet dhe projektet, disa janë në kantiere, disa të tjera, 5 të tjera faktikisht do të hapen kantieret. Pra 16 kantiere mungojnë për ta përmbyllur këtë proces që t'jemi të qartë bashkë. Ndërkohë që për sa i përket pensioneve 300 euro, këtë mirë që nuk e thot njëri se kjo do t'ishte pastaj një katastrofë e paralajmëruar. Për arsyeën e thjeshtë se e kam shpjeguar disa herë, pensionet nuk janë çështje dëshire. Nuk ekziston kryeministër në planet, edhe ai më i poshtri, që mos dojë të rrisi pensionet dhe të rrisi sa s'kanë qef njerëzit apo rrogat apo. Por dallimi është se ai që është i përgjegjshëm në raport edhe me fëmijët, jo vetëm me të rriturit, nuk bën gjëra të cilat nesër i paguajnë fëmijët. Nuk ndërton piramida që pastaj zën brenda gjithë vendin, siç e zon në 97. Dhe prandaj tek pensionet që bazohen tek fondi i sigurimeve. Pensionet bazohen tek fondi i sigurimeve. Pra paguajmë të gjithë për pensionin dhe ndërkohë me ato që paguhen pensionet aktualisht. Kuptove? Kështu që ne synojmë që deri në 2030 të mund të arrijmë tek pensioni minimal 200 euro deri në 2030. Ndërkohë që për ata që janë me sigurinë të plota, të kemi një pension mesatar 400 euro. Por kjo është rruga. Rruga tjetër, ajo që flet ti, është një rruga e katastrofës. Dhe këtë ne nuk e bëjmë dot. Dakor? Dhe në ndërkohë kemi thënë dhe përsëris që pensionistët po marrin bonuse domethënëse në raport me të shkruan dhe do vazhdojnë të marrin bonuse, në ndërkohë që ne gradualisht do të çojmë pensionin deri në atë minimalen që sapo thash. Para se të prisnin shëritin me ceremonia i Kualidon ku Shotorru, po patjetër që Kualidon, nuk diskutohet që Kualidon. Apo i shikojnë në 3D dhe ju duken kategoria A. Për çfarë ke fjalën tani? Jam kurios ta di kur kaloj rrugën e Thumanës, nëse ke vrejtje edhe për rrugën e Thumanës, nuk të ndihmojmë dot i dashur Eri, nuk të ndihmojmë dot. Nëse ke vrejtje, nëse rruga e Thumanës ty nuk të duket si kategoria A, atëre nuk të ndihmojmë dot. Më vjen shumë keq. Kështu kërkon votën tipik njëri ndemel që gjithmonë i harron hallet e veta, apo të popullit që drejton dhe merret me budallënj, se di se ekzistojnë njerëz që mbështesin. Po ja që ekzistojnë dhe ekziston një shumicë njerëzish. Dhe po të siguroj që ajo shumica ka gjithmonë të drejtë, që ta dish. Kështu që pastaj kjo pjesa e Dembelit mua më kanë thënë çdo gjë. Të gjitha më kanë thënë, por këtë Dembel s'ma ka thënë njeri, më thënë drejtën. Madje edhe Luli thotë që unë ri pa gjumë se bëj punë të liga. Po vetëm Dembel nuk ma ka thënë njeri, kështu që nuk e di ku e gjete këtë, po s'ka problem. Pas ka dhe pseudonim AL Durrës 22002, edhe duhet të jesh nga ata të Kënetës në Durrës. Humbje të madhe do marrë Këneta në Durrës këtë herë, shumë të madhe. Unë i majt jam, por nuk më pëlqen servilizmi që janë ta duhet rokitje pa lidhje pse hyri brenda një kryeministër që paguhet për të shërbyer popullit. Nuk e kuptova këtë.
premtove për linjë direkte në Yt Tiranë, a do realizohet këtë vit, është duke u bërë procesi me aviacionin federal të Shtetet Bashkuara dhe me aeroportin e Tiranës, por është një proces që kërkon kohën e vet, kështu që kjo nuk varet nga ne. Unë nuk kam premtuar ta bëjmë brenda 2025, unë kam premtuar që do të fillojmë dhe do të bëjmë procesin. Dhe e kemi filluar procesin, eksakt. Por a do të realizohet që të ulet avioni i parë brenda 2025 apo nuk do të realizohet, kjo është gjë që do e shohim në proces. Unë shpresoj deri nga fundi i vitit, por është diçka që do e shohim në proces. Po ku ka ujë 24 orë, zoti kryeministër? Ka në ujë 24 orë, tani më fal, ti që flet ke shkuar në të gjitha zonat e Shqipërisë dhe ke hapur rubinetin? Ujë 24 orë ka në 43 zona urbane dhe në 98 zona rurale të Shqipërisë. Dje në syrin e vogël ju përgjigja dikujt nga Durrësi dhe i shpjegova se ku ka në Durrës, në të cilat zona të Durrësit ka ujë 24 orë. Ka. Dhe në pjesën më të madhe të Shqipërisë ka ujë 24 orë, do ti apo s'do ti, duan apo s'duan ata që s'duan. Ka pjesë të tjera që akoma nuk është ujë 24 orë dhe për këtë po punohet, por edhe herë tjetër, në pjesën më të madhe të Shqipërisë ka ujë 24 orë. Ky është fakt, si ta themi që nuk ka? Ka. Po legalizimet ku i premtove asgjë nuk bëhen falas, vetëm lekë tuan, unë që s'kam dhënë lekë. Këto janë tash muhabete pa lidhje. Ne kemi bërë 270.000 legalizime.